Ndërkohë, Fiorella, Starmer është vetëm i pari që mbërrin në Tiranë. Kush mbërrin tjetër sot, sepse ne do të flasim pas pak edhe për masat e sigurisë, sepse Tirana në një farë mënyre paralizohet nga sot me rrugë bulevarde të bllokuara. Starmer i pari, më pas tjetër kush mbërrin sot, edhe janë 46 lider në total. Çfarë do të veçoje në këtë agjendë që në Tiranë në fakt zgjat 72 orë se nuk mbaron me komunitetin politik evropian? Duhet themi që ditën e sotme mbërrin në Tiranë do të ketë një takim zyrtar dhe një konferencë për mediat. Presidenti i Këshillit të Bashkimit Evropian Antonio Costa, gjithashtu presidentja e Komisionit Evropian Ursula von der Leyen dhe 5 liderët e tjerë të Ballkanit Perëndimor, për të cilët do të ketë edhe një darkë informale të shtruar nga ana e presidentit të Këshillit të Bashkimit Evropian Antonio Costa. Ndërkohë nga Kosova nuk do të jetë Albin Kurti, por do të jetë presidentja e Kosovës Vjosa Osmani dhe do të jetë edhe në Tiranë, do të vinë në kryeqytetin shqiptar dhe presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić dhe do të jenë tashmë një tryezë përsa i përket të gjithë procesit të integrimit, por edhe pjesës së ndihmës financiare nga Brukseli për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ndërkohë përsa i përket ditës së nesërme, do të jenë liderit më të fuqishëm, duhet të themi, të kontinentit evropian. Janë 52 pjesëmarrës, por është sekretari i përgjithshëm i NATO-s, gjithashtu edhe 4 zyrtar të Brukselit, të cilët do të jenë pjesë e komunitetit politik evropian. Duhet të përmendim apo duhet të nënvizojmë rikthehet sërish në Tiranë presidenti Emmanuel Macron, presidenti i Francës, i cili do të qëndroj edhe një ditë më pas, edhe me datën 17 maj në Tiranë për të marrë pjesë në forumin ekonomik, dhe nga ana tjetër pritet do të jetë në tryezë dhe do të flasë, duhet të themi, në hapje të komunitetit politik evropian edhe presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan, i cili është një nga folësit e komunitetit politik evropian në qelit të këtij sesioni, ku përveç se zotit Erdogan do të jetë presidenti francez Emmanuel Macron, por gjithashtu kancelari i ri gjerman Merz, Starmer, kryeministri i Britanisë së Madhe, Antonio Costa, presidenti i Këshillit Evropian, dhe kryeministri i Shqipërisë Edi Rama si mikpritës i këtij samiti. Duhet themi që këto do të jenë folësit, por ka tema të rëndësishme të cilat duhet të nënvizojnë, që ka të bëjnë me sigurinë e Europës dhe mbështetjen e kontinentit për Ukrainën përsa i përket dhe konfliktet me Rusinë. Nga ana tjetër ka të bëjë me sigurinë ekonomike, ku do shtrohen një sër çështjesh përsa i përket edhe sigurisë ekonomike në Europë, dhe pika e tretë, ajo që diskutohet edhe ditën e sotme kokë me kokë me zotit Rama dhe homologut të tij britanik, emigracioni i palishëm, ku duhet të nënvizojmë se në çdo komunitet politik evropian pikërisht kjo ka qenë çështja më e nxehtë dhe Ballkani Perëndimor është parë gjithmonë si stre e zgjidhjes së problemeve të cilat kanë vendet perëndimore. Edhe diçka shkurt, Fiorella, se unë thash që për te komunitetit politik evropian, agjenda në Tiranën zyrtare vazhdon, por këtë herë në kryeqytetin shqiptar mbërrin dhëndri i presidentit amerikan Jared Kushner. Ka detaje nga agjenda dhe kjo vizitë e tij? Do të jetë një forum ndërkombëtar ekonomik, ku do të marrë pjesë edhe presidenti francez Emmanuel Macron, dhe ka të bëjë me inovacionin dhe të gjitha pjesët që lidhen përsa i përket edhe me ekonominë tashmë të re, siç e quan dhe vetë zoti Rama, ku edhe në Tiranë pritet të hapet një shkollë që kryeministri shqiptar e cilëson për të gjitha moshat, një shkollë pa moshë, tashmë me ndihmën e Francës, do të kenë mundësi që të gjithë, përsa i përket teknologjisë, që të kenë mundësi të regjistrohen dhe të marrin dije në fushën e inovacionit. Nga ana tjetër, zoti Kushner do të jetë për investimet në Shqipëri. Kujtojmë që tashmë Sazani është në fazën që e ka mbaruar përsa i përket lejes, dhe është një fazë tjetër të cilët do duhet që t'ja miratoj edhe autoritetet shqiptare, dhe duhet të nënvizojmë që kjo edhe fushata elektorale është bërë si një luftë, përveç se PSD është bërë si një luftë Bruksel, për tashmë SBA, që Partia Demokratike e kërkoi me ngulm që të ishte pjesë e fushatës së tij, do të ulet në tryezë me kryeministrin Rama, dhe një tjetër mesazh tashmë edhe nga ana e zotit Rama për demokratët, dhe duhet themi qeveria është kujdesur që ky informacion të jetë publik edhe për mediat, por pa e trumbetuar vetë ata publikisht, por nëpërmjet kanaleve informative e kanë bërë publike që do jetë dhe dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump.